Përballet me tensionet e mëdha në lindjen e mesme. Konflikti mes Iran, Izrael dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka filluar me sulme ushtarake dhe kundërsulme, duke shkaktuar frikë dhe pasiguri në rajon dhe më gjerë. Por, kur ndodhin ngjarje të tilla, një pyetje bëhet e rëndësishme. Çfarë thot feja për kohë të tilla? Në traditën islame përmendet se para fundit të botës do të ketë periudha me shumë trazira, konflikte dhe pasiguri. Disa transmetime lidhur me Muhammed thonë se njerëzit do të jetojnë në kohë sfidash, kur padrejtësia do të rritet dhe drejtësia do të bëhet më e rrallë. Por është e rëndësishme të kuptohet një gjë: feja nuk e lavdëron luftën. Në Kuran theksohet se jeta e njeriut është shumë e shenjtë. Kush shpëton një jetë njerëzore është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Kjo tregon se mesazhi kryesor i fesë është paqe, drejtësi dhe mëshirë. Historia e njerëzimit ka pasur shumë luftra, por gjithmonë ka pasur edhe njerëz që kanë punuar për paqe. Kohët e vështira janë një mundësi për reflektim. Ato na kujtojnë të mendojmë për veprimet tona dhe mënyrën se si trajtojmë njëri tjetrin. Në traditën islame thuhet se në kohë të vështira, njerëzit duhet të jenë të durueshëm dhe të bashkuar. Sprovat tregojnë karakterin ton të vërtet dhe na mësojnë të zgjedhim mes konfliktit dhe paqes. Historia na tregon se pas periudhave të vështira, shpesh vijnë kohë më të mira. Prandaj, mesazhi i fesë nuk është frika, por shpresa dhe reflektimi. Në fund, nuk ka rëndësi vetëm se çfarë ndodh në botë. Rëndësi ka se si reagojmë ne, si ndihmojmë njëri tjetrin dhe si zgjedhim të jetojmë me drejtësi dhe paqe. Dhe ndoshta pikërisht ky është provimi më i madh për njerëzimin.